Grupit të mrekullueshëm nga Librashti të ketë sukses nëse do ketë fatin të jetë edhe në festivalin folklorik të Gjirokastrës që do zhvillohet në muajin maj. Atëherë, është momenti që të bëjmë një pjesë edhe këtë aktivitet madhështor ndodhet edhe në nderon në festivalin e një prezencën e tij përfaqësuesi i lart politik dhe administrativ i Tiranës, prefekti Perfekt Sadi Opsi. Ju lutem, e ftoj për një fjalë përshëndetje. Përshëndetje. Nga Thera e njohur e Vomsve të Tiranës. Përshëndetje gjithëve, të dashur fëmijë, të nderuar përfaqësues të shoqatës Alsar, të nderuar përfaqësues të ambasadës turke, nderuar kryetari i TIK-s, miq nga Turqia, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe atyre vendore. Me qëllim zhvillimin e plot dhe harmonik të personalitetit vet, fëmijët duhet të rriten në një mjedis familjar, në një atmosferë lumturie, dashurie dhe mirëkuptimi. Këto janë fjalët në hyrjen e konventës së drejtave të fëmijës dhe një mision ky që nuk mund të arrihet vetëm me mbështetjen morale dhe projektet qeveritare, por kërkon një angazhim më të gjerë ku përfshihet shoqëria civile, aktorë dhe faktorë të tjerë social në vend. Pikërisht këtë, në realitetin shqiptar, shoqata alternative e së ardhmes e ka marrë në konsiderat që prej vitit 2010 duke kushtuar një vëmendje të veçantë për kujdesje sociale ndaj fëmijëve jetim. Këtë nuk e themi ne këtu, po e thon statistikat e Alsarit, por kjo dëshmon edhe pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet. Ky program festiv, i cili zhvillohet për 15 vjet radhës dhe i kushtohet fëmijëve jetim, të cilët përfitojnë mbështetje financiare dhe humanitare, na detyron moralisht neve të rrisim frymën e bashkëpunimit ndërmjet njëri tjetrit, në radhë parë si prind dhe pastaj si drejtues institucionesh. Unë sot ndjehem tepër emocionuar që në këtë aktivitet marrin pjesë fëmijë, nëna, miq të ftuar nga Turqia dhe të tjera personalitete, sepse të gjithë dhe kjo pjesëmarrje na vërteton se ku bëhet fjalë për vepra të mëdha, të gjithë bëhemi së bashku pa kushte. Si prefekt i qarkut Tiranë, por jam i bindur se edhe në emrin tuaj, unë dua falenderoj personalisht zotin Edi Gura dhe shoqatën Alsar, pa projektet e cilës ju siguroj se jeta e shoqërisë civile do të ishte më e varfër. Për të mos marrë kohë për këtë program, për të realizuar këtë program festiv, doja t'ju përshëndesja edhe një herë, duke uruar lumturi dhe suksese në jetë. Faleminderit. Ju lutem. Po, ftoj kryetarin e shoqatës Alsar me Edi Gura për të dhuruar një dhuratë. Një dhuratë modeste, por shumë kuptimplotëe. Isha të drejtë prefekti zoti Borpsi në fjalën e tij, sepse
Shoqëria jonë nuk ka nevojë vetëm për individ human, vetëm për shoqata me kontributa humane, por ka nevojë edhe për një shtet të vërtet human. Dhe janë një gjest simbolik i frymës që duhet të shoqëroj pikërisht shtetin tonë si një shtet human. Atëherë, siç e tham edhe në fjalën hyrëse përshëndetëse, ne kemi këtu miq të ardhur nga Turqia, por kemi edhe një personalitet nga ky vend i madh mik. Është zëvendës ambasadori i Turqisë, zoti Xhenbash, i cilin e ftoi për fjalën e tij përshëndetëse në këtë aktivitet. Mirë se ardhët, zoti zëvendës ambasador. Sayın Valim, Sayın TİKA Başkanım, Büyükelçiliğimiz Din Hizmetleri Müşavirim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, burada bugün İnsani Yardım Vakfı'nın Alsar Vakfı ile birlikte düzenlemiş olduğu yetimlerimize yardım projesi kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz Türkiye Büyükelçiliği olarak. Të nderuar të pranishëm, të nderuar të organizatorët të këtij manifestimi, në emrin të ambasadorit të Turqisë edhe në emrin tim personal e përshëndes këtë tubim dhe ju dëshiroj suksese edhe në të ardhmen me programe të këtilla. Az önce Mehdi Bey çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki 2008 yılında biz bu yetim kardeşlerimize yardım projesini başlattığımızda yardımda bulunduğumuz yetim sayısı 35'ti. Bugün itibariyle bu sayı 2550'ye ulaştı dedi. Ve bundan anlıyoruz ki bu kısa süre içerisinde 80 kat kadar bir artış olmuş. Kendisini de ve ülkemizdeki İnsani Yardım Vakfı'nın yardımseverlerini, hayırseverlerini, ülkemizdeki gönüllüleri bu vesileyle tebrik ediyorum. Në fjalimin e tij kryetari i shoqatës Alsat, zotri Mehdi Beu, theksoi që këto aktivitete në lidhje me jetimat e kemi filluar me një numër të vogël, pra me numrin 35, ndërsa tani kemi arrit që i kemi në mbikëqyrje pavarësisht mbi 2500 jetim, dhe kjo tregon se brenda këtyre viteve mbi 80 fish i ka shtuar këto aktivitete kjo shoqat. Dhe nisur nga kjo, dëshiroj ta uroj dhe ta përshëndes për këta sukseset, cilat i ka bërë bashkëpunim edhe me organizata nga vendi ynë. Önümüzdeki yıllarda da bu işbirliğinin artarak devam edeceğinden eminim. Çünkü bizim yüreğimiz Arnavut kardeşlerimiz için atıyor. Özellikle yetim kardeşlerimizin hepsi bizim için ayrı ayrı önem taşıyor, değer taşıyor. Biz onlara yardım eli uzatmaktan büyük bir manevi huzur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Besojmë që në të ardhmen këto aktivitete do të shtohen edhe më tepër, nisur nga fakti që ne kemi një kujdes të veçantë ndaj vëllezërve tonë shqiptar. Mund të them lirisht që ndjenjat tona me çështjet dhe hallet e fëmijëve jetim shqiptar janë të përbashkëta dhe sigurisht që do të vazhdojmë edhe ta ndihmojmë edhe ne. Aslında çok konuşmak da istemiyorum çünkü salondaki kalabalık, Arnavutluğun her yerinden, her köşesinden gelen kardeşlerimiz oldukça büyük anlam ifade ediyor. Nuk dëshiroj të flas edhe më tepër, nga se siç e shihni në sallon ka një numër të madh që kanë ardhur nga vende të ndryshme të Shqipërisë dhe kjo tablo, kjo fotografi flet shumë, nuk ka nevojë për shumë fjalë. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçisi Sayın Hidayet Bayraktar'ın da hepinize ayrı ayrı sunduğu selamlarını iletmek istiyorum. Me këtë rast dëshiroj që ti përcjell përshëndetjet e ambasadës turke këtu në Shqipëri, duke ju uruar të mira dhe suksese në jetë. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla. Dëshiroj që të shtohen dhe të vazhdojnë sukses të ju. Ju faleminderit për këtë e pak. Ju faleminderit zotit zëvendës ambasador. Në këtë botë, për fat të keq me shumë armiqësi, është një fat i madh të kesh një popull mik.
Sen Büyükelçi çok teşekkür ederiz. Bu dünyada problemlerin çok olduğu yerde böyle yakın kardeşlerimiz olması çok güzel bir şey. Dhe është fat akoma më i madh që tek miqt është populli turk pikërisht. Bu kardeşlerimizin tarafında Türk milleti olduğu zamanlarda çok daha büyük mutluluk duyuyoruz. Dhe akoma më fat i madh sepse ky popull mik Ve ka qenë një popull mik pa asnjë hile, gjithmonë. ve mutluluğumuz daha büyüktür çünkü bu millet bize karşı hilesiz bir dost Një idi. dashuri të pastër Çok açık bir sevgiyle që lum kush e ka dhe e gëzon. Pra lum për ne shqiptarët që e kemi dhe e gëzon. öyle bir Faleminderit. sevgiyle ve hilesiz bir sevgidir bize karşı. Allah razı olsun. Ftoj kryetarin e shoqatës së Sar dhe një herë për një dhuratë për mikun tonë nga Turqia. Ju faleminderit. Një duar trokitje për mikun ton të madh. Atëherë, jo, mbaroj. Ju faleminderit dhe për përkthimin. Atëherë është momenti të dëgjojmë një interpretim nga Resmilika. Është një ilahi. Ta dëgjojmë.
بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى Po ju kujtoj se Ilaia e pari interpretuar nga Rësmiu, unë kam patur fatin ta prezantoj për herë të parë këtë Ilai 4 vjet të shkuara, është një interpretim i poetit e njohur Fatmir Muja nga Kosova, u zgjova. E them këtë sepse do të vi një interpretim tjetër, pikërisht nga krimtaria e poetit Fatmir Muja nga Prishtina, u qa hëna. Do t'jetë Enis Rexha që vjen nga medreseja Aqishe Shamia në Shkodër, me këtë interpretim poetik. Le ta dëgjojmë. Në qiellin e dynjas ka
Ka vetëm një hanë, e ajo u nda në dy pjesë, për njeriun më të vetmuar mes tokës e qiejit. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja, po vetmin kur nuk e ka ndjer, nuk ka as nan, as bab, është rritur pa përqafimin e dyre, po vetë është më i afërt se sa përqafimi. Atje tek rria ai nuk ka dritë, se ai është vetë kandili ndriçues. Nuk lexon libra, se është vetë libri i gjallë i jetës dhe nuk zbulon të fshehtat e jetës, se ai është vetë rojtësi i fshehtësive. Po ai që është mësuar një herë me praninë e tij, në mungesë të tij fjalët i vdesin në buzë, e dynjaja i ngushtohet. Një drung hurme, një herë provoi afërsinë e tij, e kur ai largua trungu çau. Po të mos ish kthyer përsëri, dynjaja do të notonte në vaj. Trungu lotoi. Po zemra të gjalla, zemra njeriut e do atë pa e parë. Ai është udhëtari i hijretit që e braktis vendinjen, sepse gjaku nuk guxon të pikoj atje ku burojnë ujet e Zemzemit. Ai është luftari i paepur kundër luftës. Është udhëtari i siras që nisen nga toka. Ai është udhëtari i miraxhit që kthehen nga qejt. Fjalët e tij nuk janë nga kjo botë, por bota është krijuar për fjalët e tij. Në gjoksin e tij është krijuar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e doni errësirën, futuni në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në atë shpellë, aq më pak ke për ta ndjerë vetmin. Sa më shumë të futesh në errësirën e kësaj shpellë, aq më tepër do të gjesh dritë. E kur zemra gjen dritën, e kupton se rrezira s'ekziston më. Hyr pra në shpellën e Muhamedit dhe njih vetveten. Hyr në hirën e tij për të kuptuar se vdekja nuk është vetëm ndarje, por edhe takim, se vetmia nuk është vetëm vetmi, por edhe shoqërim, dhe se fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim. Kohën nuk mund ta ndalësh, por mund të mos u humbasesh. Hyr pra në shpellën e Muhamedit përpara se dielli të ketë ninë në perëndim. Hena u nda në dy pjesë. Kjo është e kaluara.